natyrshëm me ngritje dhe uljet e veta, një kampionat i dominuar, kisha me thonë, nga drita, e cila me të drejtë po e dëshmon atë titullin e një prej ekipeve më të kompletuara në të gjitha aspektet, qoftë organizativ, qoftë atë sportiv. Është mirë, tash po flas pak në aspektin personal, është mirë që Prishtina e shpëtoi sezonën me fitimin e kupës dhe medaljen e Evropë. Për mua dështimi i sezonës natyrshëm që është Suareka, do të thotë ka pas pritshmëri, nuk e di sa kanë qenë të fryra këto pritshmëri më të mëdha se sa që është dashur, dhe sigurisht Llapi, mendoj që me gjitha të investime, me gjitha të kuadrë të futbollistëve që e ka, me atë organizim, Llapi nuk do të duhet të ishte aty ku është, që fati i vetë të varet nga një ndeshje vetëm nga 90 minuta, me një kundërshtar mjaft të papërshtatshëm, siç është Vushtrria, me një ekip që ka një farë shpirti luftarak që e dallon dhe që gjithçka është e mundur të ndodhë brenda 90 minutave. Mendoj që ka një ngritje cilësisë në Super League, çka dëshmoj ky kampionat është që nuk mjafton me pas pare, si Suareka, nuk mjafton me pas emër, si Prishtina, po ky është një farë kombinimi që duhet të kesh edhe mjete financiare, edhe organizim, edhe namë në mënyrë që me arrit suksese, me arrit rezultate, ose objektiva cilat paraprakisht ja shtron veti.